Të nderuar qytetarë, Bashkia Vllavdesit, si gjithë qarku i Shkodrës, prej vitesh ka përfituar një ser investimesh të rëndësishme, me synimin për të përmirësuar infrastrukturën dhe cilësinë e jetës në të gjithë njësinë administrative të saj. Në fushën e infrastrukturës rrugore janë realizuar rikonstruksione dhe asfaltime në rrugë të brendshme dhe lidhëse të zonës si Trush i Poshtëm, Kosmaq, Ranza, Mjed, Naraq, Temal, Bushat, Hajmel dhe në Shërnpal Qershia. Janë ndërtuar gjithashtu ura të rëndësishme në Shelqet, Pistull, Stajk, mbi Lumindrin, si dhe një urë në Mnel të vogël. Një ndër projektet strategjike është edhe ndërhyrja në rrugën Vllavdejs-Koman, një aks kyç për lidhjen me zonat malore dhe potencialet turistike të liçenit Komanit. Në drejtimin e ndryshimit publik janë realizuar projekte në qendrat e fshatrave Pistull, Dhaulet, Plezhë, Plepa Kojan, Kaq, Asht, Bushat, si dhe në qendrën e fshatit Spathar dhe në lagjen Liçen. Për sa i përket infrastrukturës arsimore, është riparuar qatia e shkollës në Vig dhe është rikonstruktuar shkolla Mjed, ku është ndërtuar edhe një palestër për nxënësit. Në fushën e shëndetësisë janë ndërmarrë rikonstruksione të qendrave shëndetësore në Naraq, Kaq, Kosmaq, Pistull dhe janë përmirësuar ambientet për ofrimin e shërbimeve në zonën Dhaulet dhe Temal. Në mbështetjet e bujqësisë janë sistemuar kanalet vadice të njësisë Vllavdejs, Bushat, Kosmaq, ku është edhe ndërtuar një pikë grumullimi për produktet bujqësore. Po ashtu, janë realizuar investime në hapësirat publike në qytetin e Vllavdejs, nga pedonala deri te Projtamzës në rrugën e Qafgurit. Të gjitha këto projekte tregojnë qartë për kushtimin e Bashkisë Vllavdejs për të përmirësuar jetën e përditshme të banorëve të gjithë lagjeve, fshatrave dhe qendrave të saj administrative. Me 11 maj, votoni për Partinë Socialiste, për të ardhmen e Vllavdejs, për të ardhmen e Shqipërisë Europiane.